Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori nga Shkodra. Një histori sa e bukur, por edhe e dhimbshme. Në fakt, me mua në studio do të jetë një 70 vjeçare shkodrane me emrin Violeta Celufaj, e cila do të tregojë historinë e bukur të dashurisë së dy prindërve të saj, që fatkeqësisht i humbi në një moshë shumë të re. Nënën shqiptare nga Kosova, nga Prizreni, babai shkodran, në vitet e komunizmit u dashuruan. Ai e rrëmbeu nusën e tij, por ajo e fundit humbi kontaktet me familjarët në Prizren. Çifti në Shkodër solli në jetë Violetën, që është me mua në studio, dhe dy fëmijë të tjerë. Ndaj kjo 70 vjeçare me emrin Violeta ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë, jo vetëm për të rrëfyer këtë histori, por për të kërkuar njerëzit e nënës së saj, pasi ajo u largua në një moshë të re, 48 vjeç, në vitin 1974, padyshim me një breng të madhe për vllajin, prindrit e saj që i la në Prizren në Kosovë dhe nuk pati kur kontakte. E përshëndes zonjën Violeta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Në fakt, sot ke folur dhe me gazetaren Erselën, ajo ma tregoi historinë, një histori sa na ndihmoi regjia me foton. Ky është Daja? Quhet Loni. Loni. Nana. Kjo është nëna juaj. Ana. Ana. Dhe ndalemi këtu, sepse sot jemi në kërkim të Loni, mbi emrin ose Leshi. Vorfaj ose Leshi. Një shqiptar. I biri Anton Leshit dhe Gjyla Leshit. Janë prindrit, gjyshrit e tu. Pa. Sot jemi në kërkim të Loni Varfaj ose Leshi, që në këtë foto ka qenë një djalë shumë bukurosh, por që sot i bie të jetë shumë vjeç. Po, sa hiç, ai nuk ashtë edhe fare. Ndoshta më të këndruar dhe jetë, dyshon. Tham se ja. Por gjithsesi ai ka patur një familje, ka lënë fëmijë dhe ti ke kushurinë e parë. Nuk e di, marr kurrë odete. Tashti un kam qef me ditata se si kanë përfunduar. Herë parë që ti, le themi, e prezantoni një studio televizive dhe je në kërkim të Dajës tënd, ndërkohë që më nxjini dhe foton e nënës së Violetës. Si më thonë, edhe historinë e familjes tyne. Historia e familjes së tyre. Do marrëfesh pas pak, po më nxjini dhe anën në foton, nënën e Violetës. Kjo shqiptare nga Prizreni, elegante, që u dashurua në një moshë fare të re, vetëm 18 vjeç me babain e Violetës, pikërisht me zotin Idris. Ai e rrëmbeu nga Prizreni, e solli në Shkodër, por fatkeqësisht humbi kontaktet me familjen e saj, sepse familja nuk e fali që një katolike u martua me një musliman në ato vite shumë të hershme, flasim gjithnjë para viteve 90. Do të jetë kjo historia që do prezantohet sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën që shqiptarët në Prizren na ndjekin dhe ndoshta me mbiemrin Vorfaj apo Leshi, mund të na ndihmojnë për të na dhënë ndonjë kontakt të kësaj familje që sot kërkohet nga mbesa e tyre, Violeta Celufaj, që nuk e njeh, le të themi, fisin, gjakun e nënës së saj. E dashur Violeta, do të jemi të dyja së bashku në studio, por do më lejosh të bëj një lidhje urgjente në këto momente me Lezhën, sepse një grua në moshë ka humbur kontaktet. Dhe të thash dhe pak më parë, bëhet fjalë për Pashke Prengën, një 70 vjeçare dashurmiq nga Lezhë, e cila fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e saj, me të birin Zef Prenga, ai që e mbante nënën, që prej datës 4 janar po mbushet një muaj dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Pashke Prengës. Jeni duke parë pasaportën televizive të kësaj të moshuare, që është trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fatkeqësisht informacionet kanë qenë të vakta për 78 vjeçaren. Unë dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur për humbjen e Pashke Prengës dhe rikthehemi në studio. Familja e Pashke Prengës, 78 vjeçares, jeton në ankth që prej datës 4 janar, dita kur ajo nuk u kthye më në shtëpi pas rutinës së saj të zakonshme, Pashke Prenga, nënë e 5 fëmijëve e cila kishte humbur bashkëshortin vite më parë, jetonte me një prej djemve të saj në qytetin e Lezhës. Nëna juaj jetonte me ju apo me vllajin tjetër? Me mua, se vllai jeton jashtë, po ka shluar në Shqipëri. Ka vazhduar rutinën si çdo ditë. Dilte rreth orës 9 në mëngjesit, zbritej deri në qytet, shiste bimë medicinale, shërbel. Shëtiste atë rrugën e përditshme nëpër qytet dhe u kthente te shtëpia. Ne kishim një orar, pavarësisht mund na lëvizte me 1 orë maksimumi, që ajo vinte në shtëpi.
sepse ka pas një lëvizje rutinë të saktë, se unë e kam ndjek gjithë disa herë nga mrapa pa e ditë si jam të ndjek, me pa se çfarë rrugë si hec, si kalon rrugë. A kishte shprehur nëna diçka atë mëngjes apo një ditë përpara? A mund ke ndodhur diçka në familjen tuaj atë mbrëmje? Asgjë e ka dalë si ditë të tjera. Çdo ditë rreth orës 9 të mëngjesit, ajo dilte nga banesa për të vizituar qendrën e qytetit, kur shiste bimë medicinale. Nuk mbante telefon me vete dhe nuk e kishte zakon të largohej për orë të gjata, prandaj mungesa e saj u bë menjëherë shqetësuese për të birin, Zef Prengën. Kemi vënë për dieni policinë, se ishte herët për denoncim, po për dieni që mos e kontaktonte patrulla policisë. Një foto e shkëputur nga disa kamera sigurie dhe konkretisht në çfarë vendi të Lezhës Zef është kapur ky moment? Ajo foto është të rreth rrotullimit të katedralja e Lezhës. Por rreth çfarë ore ka kaluar në këtë rrugë nëna juaj? Keni mundur dot nga kamerat e sigurisë ta identifikoni dhe orarin? Në orën 12:10 të drekës. Dhe nëna juaj ka një ombrell në dorë, një qese, le të themi, me bimët që ka dilte çdo ditë në qytet dhe i shiste? Edhe i çadër. Po, një çadër, një qese me bimët, e veshur e gjitha me të zeza, i jap këto detaje për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Pamjet e fundit nga kamerat e sigurisë e kapën 78 vjeçarin në lagjen Shehër, pranë kalas së Lezhës, e veshur me rroba të zeza dhe me një shami të zezë në kokë. Pas këtij momenti, ajo nuk është parë më. Familjarët kërkojnë ndihmën e kujdo që mund të ketë informacion mbi vendodhjen e saj. Çdo detaj sado i vogël mund të jetë vendimtar në gjetjen e të moshuarës. Kjo është historia e të moshuarës 78 vjeçare me emrin Pashke Prenga, dashur miq, që figuron e humbur për familjarët e saj që prej 4 janarit e dëgjua dhe këtë material ku djali i saj Zef Prenga ka qenë në një lidhje direkte me studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar momentet e fundit, kontaktet e fundit që ka pasur me nënën, por dhe kërkimet që ai ka bërë. Në fakt familja Prenga prej datës 4 janar është në terren duke kërkuar jo vetëm në qytetin e Lezhës, por në fshatrat përreth ku është zgjeruar edhe më në veri të Shqipërisë me shpresën për të gjetur 78 vjeçaren Pashke Prenga, por kanë kaluar shumë ditë, shumë javë dhe sigurisht më e vështirë bëhet gjetja e saj dhe të mendosh një 78 vjeçare të jetë në situatë rruge në kushte klimatike kaq të ftohta në këtë stin të dimrit që ne jemi. E risjellim sot në fokus pasi i biri Zef Prenga na ka telefonuar dhe sigurisht pyet nëse ka mbritur ndonjë informacion për nënën e tij, por e thash dhe pak më parë që janë të vakta informacionet që kanë ardhur për këtë të moshuar nga Lezhë që ka humbur kontaktet. Unë gjej rastin në këto momente t'ju bëj thirrje të dashur miq, kushdo që mund të ketë parë një të moshuar që ka një ngjashmëri me foton që po shikoni në ekranin tuaj, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Vazhdimisht i jap kontaktet tona, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV, ose mund të telefononi edhe policinë pasi familja ka bërë tashmë denoncimin edhe në policinë e Lezhës për humbjen e kësaj të moshuare. Në një lidhje telefonike kam djalin e të humbrës, Zef Prenga, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Zef, përshëndetje. Përshëndetje. Unë desha të pyesja në fakt nëse ka mbritur ndonjë informacion këto ditët e fundit në familjen tuaj apo gjatë kërkimeve keni arritur të zbuloni ndonjë shenjë jete për nënën? Me të thënë drejtën, kena informacione që i vërtetojmë dhe shpeshherë nuk na dalin sakta. Tani ka kaluar edhe kohë dhe kamerat e sigurisë kanë shfutur fshi, sepse janë graduar me një javë. E qartë, dhe ka kaluar një kohë e gjatë dhe e vështirë për të gjetur në për kamerat e sigurisë, në biznese private në qytet. Kena policisë, sepse ata kamerat aty në kamerat e qytet më shumë. I dashur Zef, dua të bëj një pyetje. Në fakt, të gjithë familjarëve që kanë prindrit e humbur, në të tilla situata, kushte që ndodheni dhe ju, bëhet fjalë për një të moshuar që është larguar, nuk dihet adresa e saj,
vendodhja, drejtimi është i paditur, pikpyetje të mëdha, mosha e saj, sëmundja, ndonjë skleroz e ka bërë që të largohet dhe mos di të kthehet, nuk dihet, domethënë janë shumë pikpyetje, por në tilla kushte, ndoshta është e dhimbshme, edhe nga ana ime kur e bëj këtë pyetje, jeni interesuar në morg, ndoshta mund të ketë ndodhur diçka e keqe me fatin e saj, një e moshuar 78 vjeç, të qëndrojë një muaj në situatë rruge, më duket e vështirë. Po jena interesuar dhe kena lënë që në fillim të numri telefonit, plus policia, dhe më thënë ata për njerëzit që gjenë pa emër, pa adresë, dhe normalisht të njoftojnë policinë. Mirë, si rregull, kështu duhet të jetë. Për vendet e tjera, Si rregull, Lesh na kena njerëz tonë të të spitali dhe jena në kontakt vazhdueshëm. e qartë, Zev, si rregull, policia duhet të njoftojë kur gjende një trup i pa identifikuar, sidomos ato familje që kanë bërë denoncimin e humbjeve të familjarëve dhe rasti juaj humbje e nënës. Kështu duhet funksionojë, por ndodh që nuk funksionon dhe kështu. Prandaj të them, duhet të interesohesh ti, mos të presësh uniformat blu të telefonojnë. Për këto jena interesu faktikisht në vendet të tjera, këta mirë banë që më sugjerën, sepse kena njërës gjithandej dhe mund të mu informu në kohë reale, mu interesu. Sepse flas gjithë nga eksperienca e emisionit Pa i Gjurmë, ku Normalisht. kanë pasur të moshuar, të humbur, të larguar nga shtëpia, që kanë ndodhur aksident, kanë përfunduar në morg me ditë të tëra, dhe familja nuk e ka marrë njoftimin nga policia, dhe pse policia e ka marrë njoftimin nga morgu për një trup të pa identifikuar, dhe pse ka patur një denoncim, ndodh, jemi në Shqipëri dhe unë dua të jem realiste, më ka ndodhur live në Pa i Gjurmë me disa histori, prandaj të them duhet të interesohesh. I dashur Zef, unë uroj që kjo pistë të bjerë poshtë, uroj që nëna juaj të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj, sepse është e dhimbshme, është fatale, le të themi, për familjen tuaj nëse do mësoj një lajm të tillë. Por dua të pyes, informacionet kanë ardhur të vakta në Pa i Gjurmë. Më së shumti na kanë dhënë këshilla se sa na kanë dhënë informacion se e kanë parë nënën tuaj. Le të themi 3 ose 4 qytetar, jo më shumë, po nga Lezhë, që e kanë njohur familjen tuaj, e kanë njohur nënën tuaj Pashke Prenga, na kanë dhënë këshilla. Dua të pyes, dhe pa të vënë në siklet dhe pa unë djerë dhe ti të ndihesh mirë, kjo është e rëndësishme, por dua të pyes dhe nuk do të gacmoj shumë. Nëna juaj, për shkak të moshës që kishte, ndoshta thonë pleqëria si fëmia, marrëdhënie nuse vjerë, si kanë qenë në shtëpi? Marrëdhëniet unë për fat mirë, tani për më delë sigurim të delë mbrojtje grosën, po për fat mirë, më ka shlloni njëri i urtë që nuk ka pas probleme, ja ka lavdru ma shumë pavarësisht, mosha bandetën, ka lavdru ma shumë ata se mu. Unë debatet, në është atë nëjë debat që kam pas për mos me delë në rrugë, e kam bon vetë ata. E kuptoj. Nuk është etike, unë të jap këto telefonata, këto këshilla që na japin qytetarët, i falenderoj kushdo që telefonon e emisionin Pa i Gjurmë dhe kërkon të ndihmoj, por dua të them që një zonjë nga Lezhë, ndoshta pas kuintave, ndonjëherë edhe ne kemi probleme, këta njerëz që na telefonojnë, du t'i marrim leje nëse numri tyre ata pranojnë t'ua kalojnë familjarëve, por një zonjë ka treguar se në një bisedë që ka patur me nënën tuaj 2-3 ditë para se të humbiste, ajo kishte shprehur se donte të largohej nga shtëpia. A jeni interesuar të afërm, qoftë dhe të largët të nënës tuaj, ndoshta dikush mund ta strehoj, se kjo gjë më bëri shumë përshtypje, që nëna e kishte shprehur diku në qytet që donte të largohej. Ne jena interesu këtë gjithë të afrit, në kina dhe të afrit të lejë, që ka pas mundësi mu anku ose mu largu, që si ka dash mu largu. Po? Por atje ku ka shku të s'kina marrëdhënie familjare, mund t'kena njërës njoftën, por s'kina marrëdhënie familjare me te. E kuptoj. Unë dua të bëj... Po, Zef. Ajo që këtë njësë qëllimisht pa na tregu ne, ajo prej leshës s'ka del asnjëherë pa mund.
Pra ky largim është hera e parë që ndodh me nënën tuaj dhe Hera e parë që del, nuk kthehet. Qytet, a kthej në shtëpi dhe nga Lezhë nuk ka dalë ndonjëherë pa mua. Në Tiranë, për shembull, që kena në Bjersdon, në Fushars, Gojan. E keni shoqëruar për herë nënën, e qartë. Kam shoqëruar për herën. Zef, unë dua të... Ditë ka dalë, ka qenë vllai në shvizë, në s'kam qenë fare. Po. I ka hedhë dorën qafa, me nanë, ka dalë, faktikisht nuk ka dalë si ditë tjera. Si ditë tjera, na i kena zbulu ma vonë, ka dalë, ka dalë pa tregu, se tregu ka pas për ditë, i ka. Ka dalë pa tregu. Atë ditë? Atë ditë ka dalë pa tregu. A kishit kuptuar ju të... Unë jam edhe në dyshime, sepse ka qenë edhe që nuk ka qenë me shumë dreva në kryja, si me ta thënë në nuk ka qenë shumë me i hollu gjanat, dhe manipulu mund tjetë, edhe kjo mund tjetë manipulu. E dyshoni, edhe këtë variant? I kanë gju burë shumë muhabetet e rrugës, në një kakër, në një tu në këtë botë ka njës mirë dhe ka njës edhe këshit, që po bëjnë edhe kesh. Po, bota është e mbushur, sa me njerës të mirë, edhe me të këqinjë. është e kuptueshme. Unë mos me beso, për nuk ka qenë ashizoja sa më mrejt nga të lloj njerëz me i kuptu se çfarë qëllimi kanë. Të kuptoj, e dyshoni këtë pjesë, gjithsesi unë uroj dhe shpresoj që çdo njeri që telefonon për një person të humbur, nëse vërtet kërkon të na ndihmoj apo të na japi dhe këshilla që ne i presim dhe e bën këtë gjë me zemër, i falenderoj publikisht, por nëse njerëz që bëjnë telefonata të tilla, qoftë për të lënduar më shumë një djalë që ka humbur nënën, sinqerisht është e turpshme. Nuk kjo marr për kesh asnjë. Jo, e ndjej unë të nevojshme si një vajzë që kam dhe unë një nënë në shtëpi për ta dhënë këtë mesazh, pa lënduar askënd. Nuk jam marr për kesh askujt, edhe që tregon se ka pas qëllim për të larguar, që unë s'kam ditë, se më e pa ditë, nëse kisha lënë një sekondë atëm. I dashur Zef, dua të bëj dhe pyetjen e fundit. Kishit arritur të kuptonit diçka te nëna juaj, gjithnjë pyes për shëndetin e saj, e prekur nga skleroza? Unë të thëndetin, ajo ka qenë edhe urej që tjetë, sa e nana jeme, kokë fort, jo njëri mu në nështru, askujt. Por e manipulueshme po. Dhe më ka pyet për ditë pjesë, se unë e kam kuptu vetë që ajo nuk është me dalë vetëm. Bilis, na kish në mbledh për fesë për Krishtlindje, me 25. E qartë. Pra, 9 ditë para, edhe ishte motra, ishte në mbledhet, me që mbledhen gjithë ju thashë dhe atyne, folni edhe ju me nanën, se kjo nuk është mundur mua me dalë lejsh, vetëm, e pa shoqërume. E kuptoj. Për shkak të moshës. Një mik që ishte aty më tha, ta pasava në gjuhë zemra. Jo i thasë, ma ka në gjuhë zemra, po e kam pase, ajo nuk ka qenë me dalë vetëm. Për shkak të minutazhit, më lejoj të bëj dhe thirrjen e fundit për nënën tuaj, që kushdo që e shikon 78 vjeçaren me emrin Pashke Prenga, nga Lezhë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet, kemi 2 numra në dispozicion, i keni poshtë ekranit, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. I dashur Zef, të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Uroj dhe shpresoj të kemi lajme, uroj ta gjesh sa më shpejt nënën tënde. Ju falenderoj ju dhe jam mirënjohës për çdo nim që m'jepni në këtë hall që kam sot. Të falenderoj. Faleminderit Zef. Mirë, jemi sërish bashkë të dashur miq, ku në këto momente do të vazhdojmë me historinë e radhës, me historinë e familjes së Violetës, një 70 vjeçare nga Shkodra, e cila është në kërkim të rrënjve të familjes së nënës së saj, shqiptare nga Prizreni, por që u martua përpara shumë viteve me
një shqiptar nga Shkodra dhe nga i moment humbi çdo lloj kontakti me familjen e saj. E dashur Violeta, përpara se të pyes dhe të marrë fesh historinë e dajës e nënës tënde, më lejo të prezantoj një kronik që gazetarja ime Erstela ka përgatitur për historinë e familjes tuaj dhe rikthehemi. Një histori e dhimbshme e mbetur pezull për dekada vjen përmes rrëfimit të 70 vjeçares Violeta Celufaj, e cila kërkon të gjejë gjurmët e familjes së nënës së saj në Prizren për të shuar një peng që e shoqëron prej vitesh. Sipas historisë së treguar, gjithçka nisi me një ojë në prindërve të saj në Prizren, ku i ati oficer në Kukës udhëtonte shpesh. Pas kësaj njohje, nëna e Violetës u largua nga familja e saj dhe u vendos në Shkodër, ku çifti ndërtoi jetën bashkë. Që nga i moment kontaktet me familjet u shkëputën plotësisht. Nëna e Violetës ishte më e vogla e familjes dhe sipas rrëfimit e përjetoi këtë ndarje me shumë dhimbje dhe frikë. E vetmja shenjë që i mbeti nga familja ishte një fotografi e vëllait. Me kalimin e viteve ajo nuk tentoi më të rikthente kontaktet, nga frika se çdo përpjekje mund të sillte pasoja të rënda. Violeta e shtyr nga dëshira për të kuptuar rrënjët e nënës së saj, është interesuar ndër vite për fatin e dajës. Informacionet që ka marrë tregojnë se ai ka ndërruar jetë dhe se banesa e tij i është dhuruar kishës. Dhimbja u thellua dhe më shumë pas humbjes së nënës, e cila ndërroi jetë në moshën 48 vjeçare nga leuqemia. Violeta ishte vetëm 18 vjeçë në atë kohë. Pas 15 vitesh, humbi edhe të atin, duke mbetur një histori e papërfunduar dhe me pyetje pa përgjigje. Sot në moshën 70 vjeçare, ajo shpreh dëshirën e vetme për të gjetur nëse ka ende ndonjë antar të gjallë nga familja nënës së saj. Qëllimi nuk është ribashkimi i vonuar, por të paktën të shoh nga afër rrënjët e saj dhe të lehtësoj barrën emocionale që e ka mbajtur për gjithë jetën. Kjo është historia që do trajtojmë ditën e sotme dhe do zhvillojmë në këto momente intervistën me 70 vjeçaren Violeta. Dhe sa herë që them 70 vjeç, ti ngjan si një 50 vjeçare. Po si ka mundësi që ju shkodranë sa herë jeni të bukur dhe nuk e tregoni moshën? Më mbajnë burrat mirë. Ju mbajnë burrat mirë. Më vjen mirë për të gjë. Që burrat shkodrani mbajnë mirë gratë. Sidomos kur merren me dashni. Por sinqerisht nuk tregon për moshën që ke. Më çudite, kur më the jam 70 vjeç, tash jo, nuk ngjan. Je shumë e re. E dashur Violeta, dua të më tregosh historinë e nënës dhe babait. Një histori dashurie aq e bukur, por që ka dhe dhimbje brenda. Para shumë vjeç, më thënë, po, jem ka një oficer në Kukës. Babai juaj ka qenë oficer? Oficer në Kukës, po. Dhe bate, si më thënë, shërbimin për ushtrinë aty. Lëvizte? Kukës Prizren, më kuptan, bate tregun për ushtarët, që më thënë aty. Edhe të shtyri nënën e paska po me vëlla për dore. Nëna në atë kohë sa vjeç ka qenë? Ka qenë re, 18 vjeçë. 18 vjeç. E gjatë, elegante, e bukur? Ja, e gjatë, i ka qësa unë, po aty ka dalë. Te foto ngjan shumë elegante dhe ngjan e gjatë. I ka qësa unë ka dalë. Po? Edhe si me thonë, baba ka dalë marakën te. Dhe si duket, pështi, a ka shku me kërku, a s'ka shku me kërku, këtë nuk e di. Si me thonë, që s'kanë kënë dakord që ata. Po, si për fëmëne ka rëmby. E ka rëmbyer në nënën tënde? Edhe ka në Shkodër. Po? Po, aty kanë jetu bashkë. Po, në momenti që ai e rëmbeu dhe solli në Shkodër dhe krijoi familje me nënën tënde, ajo një vajzë e re 18 vjeçare nga Prizreni, familja e saj erdhi e kërkoi në Shqipëri? Ja, vetëm nëna kishte fotografinë e vllas, dajës. Po, ka qenë i vogël. E mate gjithmonë pa. E mate gjithmonë me veti. Ai ka qenë i vogël kur a njoft me babën tem. Pra, daja është miri në moshë të nëna. Ka qenë i vogël atëherën, po. Edhe me kalimin e kohës, ja bo i mall, më kupton, po nuk ka marrë kur, si më thanë. Me kalimin e kohës vishin gra prej Prizrenit, në Shkodër me takunjes të vet. Edhe si për fillim daja ka dhënë një fotografi një personit që ja ka për unans. Çfarë viti bëhet fjalë? Nuk e marr për zotin se sa është një këtë moshë vjetë. Kjo foto që ne disponojmë të dajës, pikërisht të Lonit, Vorfaj apo Leshi, më bani aty te fotoja e Loni Varfaj apo Leshi, që është një këtë moshë, ashtu edhe më vjetër, ja e kam edhe më vjetër këto. Që ja sollën nënës tënde foton, por nuk erdhi askush ta kërkonte? Ja. Po nëna juaj nuk shkoi në Ishte frikë. Frikë nga se? Kishte mas të bashën e sa në familje, mas ashtu. E mas u shput të mëllë e prej babës të me kishte të mërë mëllë e na më shput prej të. Se ishte dashuruar me babajin tëndë. Shumë. Sakrifikoj duke
Shumë. le themi, harruar familjen e saj për t'jetuar me Qatë për ditë për vllain, për ditë. Vetëm një vlla kishte? Një atë, 3 motra kanë kënë. Dhe 3 motra. Ajo nuk e takoi kur familjen e saj në Prizren. Asnjëherë. Por kur ti vurrite, ajo ta tregoi këtë histori. Po, ma ka diftu mua motër se tanëve, se më thanë edhe vllaut. Çfarë të ka treguar konkretisht? Se Po besoj diftu, i këtë historinë që po flason për te, më ka diftu, se më thanë që jam njoft me babën tanë, ka kënë oficer në Kukës, vite me ba tregun në Prizren, edhe i ditë prej ditë që njofta me te më rëmbeu. E lame se më thanë se ku mu taku, edhe atyre ka rëmbeu baba. Por pse ajo nuk ishte treguar në familje? Shkaku ishte frikë. feja, do me thënë, Mua do me nësia, vetëm mosha edhe larkësia o det. pse babaj ka qenë më i madh në moshë se nëna? Ja, mosha saj që ishte e re, se E vogël. me ik prej Prizrenit, të duk të merë atyne, me thonë drejten, se ishte fëmije më i vogël në shtëpi tyne. Dhe ajo nuk tha asgjë në shtëpi që kishte rënë në dashuri me një djalë nga Shkodra, me një shkodran. Ja, vetëm vishte njës prej Prizrenit, i qotet vlas fernet e konjak në përmjet tyne dhe cingare, vlas vetë. Pra, nëna juaj ka pasur një lloj korrespondence, le të themi, me familjen e saj, duke i dërguar letra dhe dhurata. Nuk ka folë o det, ka kënë me mec, pagajc. A, pse Loni që kemi këtu në foto Nuk ka folë, me mec, nuk flite, 4 vjetë që ka i goja. Këtë gjitha ka treguar Nana. ai nuk ka lindur i Ja, tij, por 4 vjetë thote i ka i goja. Bile si thëjmë në atë moqmi që thëjmë, e morim së njështë dikosh, më kuptan, që ditë, qartë, e kuptoj. Se thote aja gjithmonë kështë, se ishte shumë i bukur fëmi, shumë fëmi i bukur, edhe i ditë prej dishte të takume me një kushia, me një kushin tyne, usa i bukur, ju me ti fiksim këtyne, tash se kur na morim së ishaja, a ditë të foli vlajma. Më vi ka keq për Muhabite, dajën tuaj që ka pasur këtë fatkeqësi në fëmijëri që e ka ndjekur për gjithë jetën. Besoj, nuk dihem se si ka vazhduar jeta e tij, nëse mund të ketë krijuar familje më vonë apo difte një histori tjetër, unë kam punu të pizzeria në Shkodër, një pizzeri. E na bishin salam prej Prizrenit. E qartë, sepse Shkodra me Prizrenin është shumë afër. Dhe më thotë e kamaria i Violetet, a dinë që këtë qifti janë prej Prizrenit, që na binë salamin, o dhoni afro më afër. I thamë, mi jesë, si kështë nërë mjesë. I thamë, unë kam pas nanën për Prizrenit. Si mja baj, thamë, unë me hodha një fotografi dajs, për më interesu. Për ta gjetur. Në nesër, jo qova fotografi nënë, është një gjoja, u interesunin. Edhe më thanë edhe një gja, ma i zoj, a i ka dek, edhe shpile vetë jo ka dorëzu kishë. Ta shte që më thote, a i qiftje, se së ashtë të vërtet nuk e di. Që daja ju a Iloni ka ndruar jetë, si më thonë, dhe shtëpinë e ti në Prizren, mund të keni musi me mes, kështu më kuptan, edhe mund t'ja keni dhuru shpinë kishë. Po për tezet e pyete, se ke dhe 2 teze, përveç dajes, ke dhe... Me tezet që si një fequne. Po çfarë të ka treguar nëna për? Nëna më ka thonë kam pasur 2 motra, një në Pej, një në Gjakov. Njëna marshu me tjetra beqaresh, njëna s'ka pas fëmijë, kurse tjetra beqaresh. Një në Pej, një në Gjakov. Në momenti që nëna juaj u rrëmbye nga babai dhe erdhi në Shkodër, një motre kishte të martuar në Gjakov. Pa. Edhe një në Pej ishte. Njëna tasha Gjakov sa Pej beqaresh. Kurse tjetra jetonte vetëm. S'kishte fëmijë tjetra. Edhe thotë janë shumë rahat nan. Thotë janë shumë rahat. Po emrat e tyre i ditë të Gjylana, Filomena. Gjylana edhe Filomena. Dhe Filomena, motrat e saj. Quhen 2 tezet e tua që kanë jetuar njëra në Pej, tjetra në Gjakov. Dhe tjetra në Gjakov. Kush ka qenë e martuar nga këto të dyja? Me të rajt, të shumë kujtohet. Nuk i di. Ja për zotë. Sepse të pyes, të më japësh më shumë detaje, se jam e sigur që ndiqemi, pa gjuhë ndiqet në Kosovë dhe shumë shqiptarë nga Kosova që mund të na ndjekin nga ky transmetim, që mund ta njohin familjen e nënës tuaj. Mund ta gjejnë këtë. Si më thonë historinë e tij ndoshta edhe nëpërmjet kishës. Pa thamë kishës në Prizren. Pa thamë. Se ata kanë qenë katolik. Pa. Nëna juaj ka qenë katolike. E dashur Violeta, duke ditur që jeton jo prej sa vitesh, që kur ke lindur jeton në Shkodër. Jena ta në Shkodran. Je Shkodrane. 70 vite që jeton aty në Shkodër dhe jetof 100 vjeç në atë qytet. Se ke marrë vetë guximin të udhëtosh drejt Prizrenit? Asnjëherë. Por pse? Isha frikë. Frikë nga se? Frikë për zotë se tash po mbojnë gjo mu. Mua që i ka gari vitë baba, nane, thoshin pritë e zotë. Por mentaliteti ndër breza ka ndryshuar. Nëse prindrit tanë, gjyshrit tanë, mendonin ndryshe, sot brezi ka ndryshuar, sigurisht. Tut po aty në program ka marrë këtë iniciativë.
për me hekat mëllanin e nënës. Të të pa ty në program. Dhe vendose Jena shtangë në televizor të të pa ty edhe... Dhe more guximi që të vjetë ta bëje publike dhe ta... Pa marrë dhe to. E dashur Violeta, nëna ka vdekur në një moshë shumë të re. Shumë të re. 48 vjeç. Nga se? Leucemi. Fatale, i mori jetë. Për 3 muj. Për 3 muj me leucemi. Nejtë baba 1 vjetë reshtë ma akull në kry, edhe pështaj. Nana për 3 muj. Po edhe baba i ka vdekur i ri? Baba, 64 vjeç. Sa vite pas nënës? 14. 14 vite pas nënës. 74 që nëna, 88 baba. 74 vdiq nëna juaj dhe në 88-ën baba. Ju keni qenë të rinj, ti ke qenë e re, besoj kur... Unë kam kene martu me kur më ka dek baba, kurse jo, nëna, 18 vjeqe. 18 vjeqe. Edhe më kishte, kështë ma fiksim. Dhe në një farë mënyre kërkon të gjesh familjen e saj, që të prehet... E kam peng. E kam peng. Edhe me dek nesër s'kam bëjleve se mi gjetat prejardin e saj. Por, le të themi që një informacion jo 100% të sigur, ti e ke marrë për Dajen Loni që ka ndruar jetë dhe e ka varrosur kisha dhe shpinë, a i ja ka lënë kishës. Si mas asoj ati informacion, por 2 tezet kanë qenë më të mëdhaja se nëna juaj. Papa. Logjikisht, po të bësh një llogaritje me moshën e nënës tuaj që vdishin 74-ën, 48 vjeç, sot sa vjeç i binte, motrat më të mëdhaja, i bie që edhe tezet të kenë ndruar jetë shumë kohë. Për shkak të viteve, të moshës. Por ato, padyshim, njëra më thes ka bërë fëmijë, tjetra mund të ketë sjellë fëmijë, mund të kesh dhe vajza apo djem tezesh që mund të jetojnë në Gjakova apo në Pej. Dhe dëshira e madhe për t'i njohur. Si ftyra të paktën, me i pasi ftyra. Sepse do ishte fatale nëse Daja jot Loni, që ka ndruar jetë dhe ndoshta për shkak se ka ngelur i vetëm, nuk ka pasur familje, atë që dyshon ti që e varrosi kisha dhe nuk kryej kur familje dhe vdiq, më thej që tezet njëra ishte martuar, po s'kishte fëmijë, tjetra beqare dhe ato mos kenë bërë fëmijë, dhe do ishte fatale për anën tënde mos gjej një person që trashëgonte atë mbiemër dhe ishte në këtë jetë. Por uroj që të ketë. Inshallah. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi në minutat e fundit e dashur Violeta. Uroj dhe shpresoj që historia që prezantuam sot të familjes tënde nga ana e nënës, se si kanë përfunduar. Nëse do kesh një person nga familja e nënës që e ka trashëguar atë mbiemër dhe ndodhet diku, do dohet të përsirje një mesazh? Për mu pa me ta, ba me metë, në që se ka metë kusht, pak të në mi pa, se kush janë e tek janë, si. Për të ditur dhe ata që vajza e asaj shtëpie vdishni një moshë të re dhe la pas 3 fëmijë, ku një prej tyre jeni ju, Violet, që sot keni ardhur në studio dhe e kërkoni. Ma jo, ma mirë me shkollonët. Jo, e rënd kjo që the. Ti je një 50 vjeçare që i ke jetën ende para për të menduar fundin. Inshallah, e kena me e fëmijët, e nuset e tyne, e fëmijët e tyne. Ta uroj me zemër. E fëmijët e tyne. Qofsh nëna dhe gjyshja më e lumtur, qofsh nëna më e lumtur dhe gjyshja më e lumtur, të premtoj që çdo informacion që do vi, ne do e verifikojmë dhe do mbetemi në kontakt dhe uroj që në familjen Vorfaj apo Leshi të Prizrenit, që është familja e nënës tuaj, të ketë një person që ka trashëguar këtë mbiemër dhe kushdo që është duke na ndjekur që mund ta njohë, mund të na ndihmojë duke telefonuar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Faleminderit që të pata në studio. Odeta, se na shkrine me këta programe, me programin tanë për Zotin. Dhe të besoj që më ndjek na hek gjysën e të keqes, na hek. Fështë Zotin. Të falenderoj. Shniqërisht dhe për besimin. Do më japësh pas kuintave të gjitha ato materiale që ti ke dhe do na i vësh në dispozicion për kërkimet tona për historinë e dajes tënd të Loni Vorfaj, por më lejo të bëj dhe mbylljen. Kemi ardhur në fund, ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Bashkë do ritakojmë sërish nesër. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen live çdo ditë nga Ana në të premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë ju pafshim.